Shpallja e rezultateve nga konkursi i fundit në Spitalin Klinik të Tetovës për pranimin e personelit mjekësor ka shkaktuar sërish pakënaqësi dhe revolt tek të punësuarit me kontrata. Ata sot dolën në protest para Spitalit Klinik të Tetovës, duke drejtuar akuza ndaj drejtorit, ministrit dhe atyre që dhanë premtime se të gjithë ata që kanë punuar me kontrata do të pranohen në punë dhe nuk e mbajtën premtimin. Edhe gjatë protestës së sotme, të punësuarit me kontratë thanë se kanë përvoj pune prej 6 deri në 10 vjet dhe se kanë punuar edhe pa paga, pa sigurim shëndetësor dhe pensional dhe pa të drejtë pushimi. Kësaj padrejtësie do t'i shkojmë deri në fund. Edhe po qëse do të duhet të shkatrohet ky konkurs, i respektuar drejtor Elezi. Ju kur erdhet në këtë pozitë, ishi i pari që me shumë bindje premtuar vendimet tona ku në të kundërtën në qoftë se nuk do të arrini të realizonit, do të jepni dorëheqje nga pozita e drejtorit. Ministër Aliu, ju kur erdhet në klinikën tonë për të takuar me personelin që është me kontratë, premtuar se jemi me eksperiencë shumë vjeçare dhe se do të kemi përparësi në marrjen e vendimeve. Kryetari Kasami, edhe ju ditë para zgjedhjeve, erdhet në spitalin në zirën e konferencave, na tubua të gjithëve të punësuarve me kontrata dhe thatë se puna jonë ka shumë ndikim për klinikën e Tetovës dhe se do të marrim atë që na është të premtuar. Edhe pse patëm premtime nga 3 figura të rëndësishme, asnjëri nuk arriti të realizoj premtimin e dhënë sepse vendet tona i zëvendësuat me antarët partijak. Ndërkohë, ka prej tyre që 8 vjet që nuk kanë vendim të përhershëm për punë. Njëra prej tyre është Mediha Zilbeari, e cila është e zhgënjyer me premtimet dhe fjalët boshe, prandaj siç tha, e sheh si zgjidhje largimin nga vendi. Dhe sot, pas gjithë kësaj kohe, jemi jashtë, jo vetëm jashtë vendit të punës, jashtë sistemit, jashtë kujdesit. Një numër që nuk ekziston në listën e tyre, mundi ynë i haruar, përpjekjet tona të pavëna re, dinjiteti ynë i nëpërkombur. Por këtë do të ikim, nuk do të ikim se duam perëndimin më shumë se vendin ton. Do të ikim sepse atje të paktën vlerësohet kontributi ynë dhe nuk ka justifikime. Nuk ka mashtrime të një pas njëshme, nuk ka premtime që zgjatin vetëm deri në ndërimin e karriges. Kjo letër nuk është për keqardhje, është për kujtesë për të mos heshtur më, që ndoshta dikush nesër të mos përfundoj si ne. Edhe një punëtor tjetër teknik i cili ishte pjesë e protestës u ankua se pas 9 vjetësh punë sërish nuk ka marrë vendim. Punoj 9 vite si bollniçar në repartin e neurologjisë. Më thonë, 9 vite jemi përballë me sfida, do me thonë, me Covidin, me shumë sfida. Mbas 9 vjetëve, do me thonë, punë, pa sigurim pensionar, pa sigurim shëndetësor, mbas 9 vjetëve zavendësohem me personel, do me thonë që këm punu si motra, nuk e di, si njofë, faktikisht si njofë. Zavendësona me personel motra, veç për ta zonë një vend pune, ta zonë e vendin tem. Më thonë gjithë 9 vjetë kimi, kjo nuk o e drejtë. Protestuesit u ankuan se pas shumë vitesh punë, sërish kanë mbetur pa vendime. Punonësit ekzistues janë jashtë spitalin, ndërsa janë punësuar persona të rinë nga jashtë. Pas një përvoj praktik pune. Kjo nuk është meritokraci, kjo është shkelje e fjalës së dhënë, kjo është përfilje kontributi shumë vjeçar. Ne pjesim publikisht. Kush e dha këtë premtim dhe pse nuk u respektoa, me çfarë kriterësh u anashkaloa përvoja dhe u shpërblie mungesa e saj. Kërkojmë transparencë të plotë, rishqyrtim të menjëhershëm të rezultateve dhe respekt për ata që kanë mbajtur spitalin funksional ndër vite. Megjithatë, drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës, Erzen Elezi, insiston se mbi 80% të pranuarve në konkursin e hapur kanë qenë me kontratë në vepër dhe premton hapjen e një konkursi të ri vitin e ardhshëm. Mbi 80% janë të gjithë ata që kanë patur kontratë në vepër. Kështu që një pjesa tjetër që kanë ngel është pjesë që profilet nuk janë përshtatur, do të thonë edhe nuk kanë mundur të hyjnë në pjesën e këtij konkursit. Kështu, mbas asaj, atë që e kam thënë prej fillim kur marr drejtori i Spitalit Klinik të Tetovës, që mbas ka mbajtur edhe një mbledhje me ata të cilët kanë qenë me kontratë në vepër, mbas profilit, mbas analizave, u kam treguar, edhe u kam thënë që të gjithë nuk mund të përfshihen shkaku profilive që është marrë konkursi prej vitit paraprak. Kështu që edhe në atë moment
që ka marrë punë të mbon kërkesë deri në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në Ministrinë e Administratës për konkurs tjetër në vitin 2026, në të cilin e ka marrë pozitiv. Është numri 133, dhe shkojmë në procedurat ligjore, ashtu kërkesat që duhet t'i bëjmë me hapjen e parë të konkursit. Me hapjen e parë të konkursit, më thonë që vitin 2026 dhe marim, une vetëm mund të garantoj se kjo pjesa tjetër që ka ngel do i marim. Përndryshe, drejtori Elezi u tha atyre që nuk janë pranuar në bazë të konkursit se kanë të drejtë të ankohen.